Shtypja në ritualeve fetare mbi mjet apo institucione shtetërore është i papranueshëm. Ai bie ndesh me parimin kushtetues të ndarjes së fesë nga shteti. Institucionet publike duhet të mbeten neutrale ndaj çdo besimi. Neutraliteti shtetëror nuk është dekor, është detyrim, ka komentuar Astrid Iseni, zëvendës ministre i punëve të brendshme në Maqedoninë Veriut. Sipas tij, ky veprim nuk përbën akt besimi privat, por shkelje të drejtë për drejtë të parimit të shtetit laik dhe të ligjit. Dhe për të folur për këtë zhvillim që kanë gjatur reagime në Maqedoninë Veriut, por edhe për zhvillime të tjera, kam kënaqësi të kem ish ministrin e brendshëm zotin Agim Nohiu. Zoti Nohiu, kënaqësi të kem në këtë bisedë. Faleminderit që u bashkuat. Faleminderit për ftesën. I nderuar, një koment për këtë veprim që kanë gjatur goxha reagime në Maqedoninë Veriut. Tani për mua paraqet një veprim me simbolik rituale fetare. Po. As nuk ka të bëjë me çështjen e sigurisë publike, qoftë me garantimin e sigurisë publike në vend apo me prevencionet që janë pjesë e sigurisë publike dhe rrjetit publik në Maqedoninë e Veriut. Është një veprim që nënkupton një ndërhyrje të fesë në autoritetet e sistemit të shtetit, që dëmtojnë thellësisht perceptimin e neutralitetit të shtetit karshi fesë në vendin tonë. Dhe sigurisht që kjo nuk është herë e parë që po ndodhen në Maqedoni, ka pas edhe raste të tjera dhe më habit çështja se është krijuar një praktikë që veprimet dhe ndërhyrjet e kësaj natyre të trajtohen më shumë si çështje etike dhe të kemi vetëm reagim shoqëror. Jo një çështje juridike, institucionale, ku do të kemi ndërshkim nga ana e institucioneve të shtetit. Kjo nuk është një çështje e thjeshtë. Sigurisht është një çështje juridike për mua dhe do të pajtohen edhe anëtarët tjerë të komunitetit juridik se kjo çështje është me 4 profile juridike. Në radhë të parë është një problem kushtetues, sepse ka shkelur dispozitën kushtetuare që bën ndarjen e shtetit nga feja. Pastaj është një problem penale juridik, sepse konsumon edhe elementet e veprës penale. Cenimi i barazisë, lirive drejtave të njerëzit, ka edhe profilin penal juridik. Problemi tjetër është administrativ, atë që kanë proklamuar zyrtarët e Ministrisë së Brendshme që do të iniciojnë procedurë disiplinore ndaj zyrtarëve të policisë. Dhe tjetra që është me rëndësi për të vënë theksin, është edhe çështja e lirive drejtave të njerëzit dhe qytetarit, parimi i barazisë dhe mosdiskriminimit. Maqedonia e Veriut është shtet pali i Konventës Evropiane për Liritë dhe Drejtet e Njerëzit. Dhe si rrjedhimi i kësaj, jurisdiksioni i gjykatës së Strasburgut përket edhe Maqedoninë e Veriut. Unë nëse më lejoni dua të përmend 3 qëndrime që kanë ngritur gjykata e Strasburgut në praktikën e saj si jurisprudencë evropiane. Pikërisht me çështje që kanë të bëjnë me përzierjen e fesë dhe shtetit. Sigurisht që ata të cilët merren me liritë drejtet të njerëzit e kanë të qartë rastin e vendimit të gjykatës së Strasburgut kundër Greqisë në vitin 1993, që proklamon qëndrimin se shteti duhet të jetë neutral karshi implikimeve fetare. Dhe ky neutralitet nuk kupton që shteti të qëndrojë pasiv, me duar kryq dhe të shikojë se hir, për të kënaqur kurreshjen e vet apo për sensacion. Pikërisht duhet marrë veprime të konkrete. Dhe këtë veprim konkret e ka proklamuar edhe në vendimin që ka ngritur gjykata e Strasburgut kundër Turqisë në vitin 2005, që shteti shprehimisht duhet marrë masa për të ndaluar çdo veprim që implikon fen institucionet e shtetit. Aq më shumë, dua të vë theksin përpara opinionit që po na ndjek. Është vendimi i gjykatës së Strasburgut kundër Italisë në vitin 2011. E dini çka ka proklamuar gjykata e Strasburgut? Përzierja e fesë në institucionet e shtetit në kupton presion simbolik kundër qytetarëve të cilët nuk i takojnë asaj feje. Dhe një gjë e tillë që ka ndodhur në Ministrinë e Brendshme është një presion simbolik kundër qytetarëve musliman, të cilët nuk i takojnë asaj feje e cila po përfaqësohet me ato veprime simbolike rituale me ujin e bekuar mbi veturat e policisë së shtetit. Dhe në këtë drejtim, në këtë drejtim, ju lutem,
nuk mjafton vetëm ajo që është proklamuar nga zyrtarët e Ministrisë së Brendshme. Sigurisht që punojësit e policisë duhet të mbajnë përgjegjësi nëse kanë marrë veprime të cilat janë kundër interesave përkatësisht, kundër premisave të sjelljeve profesionale dhe të standardizuar. Po një çështje që duhet të ngritet për të vlerësuar është ekzistenca ose jo e urdhrit të paligjshëm nga ana e prorëve në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Se mendoni që ka pasur urdhër, zoti Nuhiu? Po sigurisht që punojësit e policisë nuk munden përpara syve të zyrave qendrore të Ministrisë së Brendshme të ndodhë një gjë e tillë. Ky urdhër mund të jetë ose në hard copy ose në formë gojore. Kjo duhet të identifikohet. Ju lutem, nëse identifikohet urdhri i paligjshëm nga e prorët e Ministrisë së Brendshme, atëherë zyrtarët duhet të mbajnë edhe përgjegjësi penale, duhet të kemi edhe reagim të prokurorisë publike, sepse veçmonë konsumohen elementet e një vepre penale. Përveç kësaj, sigurisht që kur shkelen të drejtat dhe liritë e njeriut dhe qytetarit apo kur cënohet parimi i parasisë dhe mosdiskriminimit, unë pres që të kemi edhe reagim nga avukati i popullit dhe nga Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi. E kuptoj, çfarë reagimi ka patur Ministria e Brendshme? Ministria e Brendshme ka pasur një njoftim nga zyrtarët politikë të Ministrisë së Brendshme se do të ndiqen procedura disiplinore për të kualifikuar veprimi i policëve a është apo nuk është në harmoni me sjelljet profesionale dhe të standardizuara. Okej. Shumë faleminderit zoti Nuhiu për këtë koment. Ndërkohë, dua ndalem pak edhe në çështjet e sigurisë së Ballkanit. Pak më parë unë kisha diskutim me zotin Bishin në Prishtinë për armatimin e Kosovës me sisteme raketore antitank, po ashtu Shqipëria ka marrë Javelin, edhe Kosova. Si duket kjo situatë, zoti Nuhiu? Tani e di që është në fushën e sigurisë, kështu që jam komfort se e di që mund të bisedojmë edhe për këtë çështje. Tregoni pak çfarë po ndodh në Ballkan. Tani Ballkani gjithmonë është një udhkryq. Dhe mbi gjitha ku është Maqedonia e Veriut në këtë garë armatime? Kam zotin Nuhiu? Okej, ka një shputje vogël, besoj da kem me një herë sërish zotin Agim Nuhiu, ish ministri i brendshëm në Maqedoninë e Veriut, ndoshta kanë telefonuar dhe ka një shkputje të sinjalit, besoj da kem për shumë pak, folëm për atë çfarë ndodhi, debatin e madh që shkruar me Maqedoninë e Veriut, pasi një prift ka spërkatur me ujë të bekuar institucionin edhe automjetet e policisë në Maqedoninë e Veriut, duke ngjallur reagime të shumta nga pjesa jo ortodokse e shoqërisë maqedonase, që janë shqiptarët një numër këtëruar me besim musliman, dhe padyshim kemi të bëjmë me një shtet laik dhe përfshira e fesë në shtet është në kundërshtim me të gjitha parimet. Nuk e kam zotin Nuhiu apo jo, më konfirmoni? Okej, da kem për shumë pak zotin Nuhiu, do vijojmë flasim padyshim për atë çfarë ka ndodhur dhe çfarë po ndodh në Ballkan me garën e armatimeve, ku shtetet ndryshme janë duke blerë sisteme raketore antitank. Kosova më e fundit u pajis me një sistem të ardhur nga Turqia, ndërkohë që edhe Shqipëria ka marrë një numër të vogël Javelinësh në këtë moment, por pritet të ketë sërish Javelin. Okej, besoj ta kem zotin Nuhiu për shumë pak. Ndalim disa zhvillime tjera pasi administrata amerikane, a i kemi zotin Nuhiu? Zotin Nuhiu jemi sërish, pati një shputje të vogël, jemi sërish tashmë. Pra, po e mbyllja pyetje me ku qëndron Maqedonia e Veriut në këtë garë armatimi? Tani Maqedonia është shtet antar i NATO-s, se i përket çështjes së sigurisë, Maqedonia këtu nuk ka asnjë problem dhe sigurisht që autoritetet e sigurisë në vend po marrin politikat e veta dhe ato politika i zhvillojnë në një vit simetrie me sfidat dhe me përparësitë që i ka vetë NATO-ja. E kuptoj, po pjesa e armatimit të Kosovës si e shihni këtë? Po tani ato janë çështje të brendshme të pozicionimit të shteteve ka shi kërcënimeve që po ndodhin në shkallë botërore. Dhe sigurisht që Ballkani Perëndimor gjithmonë është një vend i vogël, por me shumë shere, me shumë interesa, dhe sigurisht që çdo shtet edhe shikon që të ndërtojë infrastrukturën e vet për sfidat eventuale që mund të godasin edhe Ballkanin Perëndimor.
Zoti Nuhiu, shumë faleminderit. Kënaqësi shumë t'ju kisha në këtë bisedë. Ju uroj një vim dite sa më të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Okej, ndërkohë ndalim me tjerë zhvillime pasi administrata amerikane mund të përdorë edhe